Kemi një telefonues në linje të cilën e përshëndes me selam aleikum, kush na lajmërohet dhe nga ku? Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah na vjen suri Allah. Allah, si Allah Abu Hamza i mirë. Alhamdulillah, Allah ka të shallah të gjithë. Po vjen, si po kanë? Mirë, alhamdulillah. Allah ki ndonjë pyetje për hoxhën. Allah i shkëlqej, po nuk puni dhe po mundin që po vone. Desha të pradohen pak në mision, me të së janë në punë, desha të pradohen pak në mision, me të përshëndet, të zanësisht, hoxhën e ndërëva i cili ka qëtë kohë, që janë dhe pak shëllën me të këshillat vukra, Allah i shkëlqej me gjenetet të gros, jene, në qësë tatin e radio të shlis, pa shëllën të gjusë të saj, ku do që janë dhe ku do që gjinde. E kështë që kisha një fyqe me të përhoxhën, deshta të avojt, ashtë në nëse më sëturit, Këmërën që të rëshin falë savanë dhe ta shkojnë në qajtë. Alijuë e shamë në trupi i marësit në trupi në tanës të bashkohet, apo nuk të juha në këtë mirë. Kjo është shëkritja e në, inshallah e sëri të kjartë. Po. Pyetja të kjartë, Allah është përblev, Allah për këtu fjallë ka qëtë mirë, Allah është përblev për thire ndavne. Selam aleikum. Amin, Zashko, e më një përshëndosë, selam aleikum, rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum, selam. Fillimisht e falenderojmë vëllain për thirrjen që bëri dhe uratat dhe duat që i bëri për Radio Dëshmin, stafin dhe neve si mysafirë të pranishëm. Lutim Allahun gjithashtu edhe atyre Allahu t'u ndihmon në agjerimin e tyre, pasi që ishte edhe në punë. Ky është edhe një rast konkret që si përgjigje adekuate, pasi që ne dim se në Skandinavi do thotë iftari është shumë vonë, ndoshta arrin në ora 10 apo përmi, do thotë agjerojnë më shumë se na, dhe është në punë. Tregon se ata që sot nuk agjerojnë, dhe arsyeton se është dita e gjatë, jemi në punë, nuk mundemi, nuk është arsye. Ja, kjo vëllau domethënë është në punë, është Skandinavi, nuk e shohin familje vet agjeron nuk agjeron, mirë po kur ka besim, atëherë gjithë edhe koha e gjatë i bëhet e shkurt, edhe dita e vështirë i bëhet e lehtë, edhe dita e nxehtë i bëhet e freskët atij. Allahu është problemi dhe është mira dhe ndihmoft. Sa i përket pyetjes që e parashtroi, a i lejohet muslimanit që pasi të hanë syfyrin dhe të falë sabahun, nëse bie në gjumë të flenë, t'i afrohet gruas së tij e t'i përputhet domethënë trupi i tij me trupin e saj, lejohet fetarisht, nuk ka kur një farë prengese, me kusht që mos të rrezikon ngacmimin e epshit. Edhe pastaj shkakton afrim edhe fillim të marrëdhënieve intime. Nëse nuk e shkakton këtë dhe ata dy mund ta përmbajnë vetveten, lejohet domethënë të i afrohet buri gruas vet të flen afër saj, sikur se flen buri me gruan e vet, pa qenë ajo sebeb ose shkak që të ngacmohet epshi i dy palëve dhe të shtohet domethënë kjo derisa të fillon ndoshta iniciativa për të bërë marrëdhënie intime. Nëse ky element eliminohet, atëherë lejohet ata të afrohen njëri me tjetrin.